Përsëri për një argument shumë prezent në këtë periudhë të vitit, virozat e verës. Çfarë duhet të dim? Çfarë janë virozat e verës? Virozat e verës janë infeksionet shkaktuara nga viruset që përhapen më shpesh gjatë stinës së nxehtë për shkak të kushteve të favorshme që ato kanë, si rritja e temperaturës, lagështia e ajrit, grumbullimet në ambientet publike, përdorimi i ujit të ndotur si mund të jetë ai i pishinave ose i detit. Kush janë virozat më të zakonshme? Virozat më të zakonshme janë në verë, janë gastroenteritet virale. Shkaktohen nga rotavirus, norovirus dhe adenovirus. Çfarë shenja shkaktojnë? Të vjella, diarre, temperaturë, dhimbje barku, prera barku. Infeksionet respiratore virale shfaqen sidomos nga përdorimi i ajrit të kondicionuar. Simptomat janë koll, dhimbje fyti, hunë të zëna, temperaturë e lehtë. Konjuntiviti viral ose skuqja e syve është e lidhur me ujin e ndotur të pishinave ose të detit. Simptomat: kruarje, skuqje, sekrecione nga syt ose lotim i syve. Otit i jashtëm ose infeksioni i veshit. Infeksion viral apo bakterial pas ekspozimit në ujë. Simptomat janë dhimbje veshi, kruarje dhe rritje të ndjeshmërisë. Kur prekim zonën kemi dhimbje. Infeksionet nga enteroviruset, si virusi Coxsackie, shkaktojnë faringit, skuqje në trup, temperaturë. Prekin më shpesh fëmijët. Si parandalojnë virozat e verës? Pini ujë të sigurt që nuk e merrim nga çezma dhe shmangni ushqimet e dyshimta. Jashtë, ato që janë jashtë banesës. Lani shpesh duart me ujë sapun, sidomos para buke. Përdorni ato këpucët plastike, zakonisht, kur jeni në pishina, për të shmangur kontaktin me plantare, në pjesën plantare të këmbës, duke marrë viruset. Mbroni sytë dhe shmangni kontaktin me ujin e ndotur, mos abuzoni me ajrin e kondicionuar, ruani higjienën ushqimore dhe shmangni konsumin e produkteve të palara dhe të pasigurta. Dhe në rast se kemi këto shenjë, kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore? Të paktën temperaturë të lartë mbi 3 ditë. Të vjella ose diarre të forta dhe të vazhdueshme që nuk përmirësohen por përkeqësohen. Dehidratim, që do thotë gojë e thatë, mungesë urinimi, dobësi, këputje e të iskajshme. Simptomat përkeqësohen, pra nuk ndalojnë dhe të përmirësohen, por përkeqësohen. Në ato raste duhet kërkuar ndihmë tek mjeku. Si trajtojmë virozat e verës? Trajtimi i virozave të verës është zakonisht simptomatik, siç e tham, në bazë të shenjave simptomave që tham më sipër, pasi shumica shkaktohen nga viruse dhe nuk kërkojnë antibiotik, ja se si rekomandohet. Rehidratim, do të thotë pini shumë ujë, çajra bimor, supë ose solucione rehidratuese. Sidomos e rëndësishme është tek fëmijët dhe të moshurit, sepse i kanë mekanizmat fëmijët të pa pjekura dhe të moshurit të ngadalësuara. Temperatura, si e kontrollojmë dhe të lehtësojmë dhe dhimbjen? Paracetamoli ose ibuprofeni, dozazhi sipas moshës. Kompresa me ujë të ftohtë në ballë dhe në trup ku kalojnë ente mëdha gjak. Ushqyerje të lehtë, që do të thotë dietë e butë, oriz, patate, banane, nojë tost, supra të ndryshme. Shmangni produktet e qumshit, yndyna dhe ushqimet e rënda, sepse ndihmojnë ose stimulojnë më tej diarren, barkun. Pushim dhe qetësi. Mos të harrojmë këshillën e parë të mjekut. Një person i smur duhet të pushojë, duhet të jetë i qetë. Pra trupi ka nevojë për kohë që të luftojë virusin, evitoni aktivitetin fizik të lodhshëm. Higjiena personale është e rëndësishme, lani duart shpesh për shmangur prapjen e virusit, përdorni peceta të veçanta, shmangni kontaktin e ngushtë me të tjerët. Kur duhen antibiotik? Vetëm në raste të komplikimeve bakteriale të konfirmuara nga mjeku, si infeksione të veshëve, të sinuseve ose të aparatit respirator, se mund të jetë një pneumoni, polmonit. Kujdes sepse marrja e antibiotikëve pa arsye dëmton florën intestinale të zorrës, e cila ka një rol shumë të rëndësishëm në fermentimin e ushqimit, por sidomos krijon dhe rezistencë